Mirëserdhët të News Hour, unë jam Erneta Shevroja dhe do t'jemi së bashku gjatë këtij edicioni informativ. Rikthimi i referendumit nga mazhoranca është një temë e mirëpritur nga specialistët zgjedhor dhe shoqatat demokratike. Ajo shihet si një mundësi e munguar deri më tani e demokracisë direkte, por ata bëjnë thirrje për kujdes në parametrat teknik të organizimit, si dhe në shmangjen e përdorimit të tyre për agenda të ngushta politike. Shqipëria mund të mbajë referendume të rëndësishme në vitet në vijim. Sinjalet e para erdhën nga kryeministri Edi Rama, i cili propozoi konsultimet me publikun e gjerë lidhur për çështje të rëndësishme, si edhe ato me natyrë kushtetuese. Kjo nisën vjen në një situatë të ndjeshme politike, teksa mazhoranca kërkon të konsolidojë mbështetjen lidhur me reforma të ndryshme, ndërsa opozita ka rezerva lidhur me paqartësitë për përmbajtjen dhe qëllimin e këtij procesi. Por çfarë mendojnë ekspertët zgjedhor lidhur me këtë çështje? Ky është një lajm i mirë që më në fund domethënë politika e ka vendosur në agjendën e vet pjesën që do t'ju ofrojë qytetarëve të drejtën për të organizuar referendum. Nisma që është marrë për të realizuar ligjin për referendumet, ligj i munguar i cili është dashur që të realizojë si i tillë nga Kuvendi i Shqipërisë, që pas ndryshimeve që u bën në 2010 në kodin zgjedhor. Ekspertja cilëson një sër çështjesh të cilat nuk mund të zgjidhen përmes referendumit, por tha se ky është një moment i artë për adresimin e problematikave. Referendum mbi të drejtat e njerëzit nuk mundet që të iniciojnë as qytetarët dhe as politikanët. Në procesin e buxhetimit nuk mund të ndërmerren iniciativa nga qytetarët. Gjëra që lidhen me buxhetin e shtetit nuk lejohet që të jenë pjesë e objektit për organizimin e një referendumi dhe natyrisht për sigurinë kombëtare, e cila ka një lloj hierarkie që shteti e respekton. Ky është momenti i artë, le të themi, për të ndihmuar edhe procesin, edhe gjitha problematikat dhe shqetësimet që kanë qytetarë apo grupe interesi. Politika propozon, por politika mund ta përdor. Ekspertët shprehen se referendumi duhet të jetë për fuqizimin real të qytetarëve dhe jo instrument i manipulueshëm nga politika. Nuk do donim që referendumet të përdoreshin vetëm me natyrë të fokusit politik, por përkundrazi më tepër të trumbetohet si një mekanizëm dhe si një instrument që qytetarët do ta përdorin për çështje madhore dhe çështje që i shërbejnë si thua kauzave kombëtare në gjithë Shqipërinë. Politika këtu tek ne veçanërisht ka kërkuar gjithmonë që të jetë ajo alfa dhe omega e çdo lloj ndryshimi që mund të bëhet në legjislacion ose në rregullat në përgjithësi sipas të cilave neve qeverisemi. Sidoqoftë, ekspertët shprehen skeptik lidhur me legjitimitetin e referendumit në rast të pjesëmarrjes së ulët. Ndër pengesat nuk mund të ushtrojë vetëm një, që të fitoj alternativa për të cilën realizohet referendumi, duhet që të votojnë pro kësaj alternative, jo më pak se 1/3 e gjithë zgjedhësve të Republikës së Shqipërisë. Pra, jo më pak se rreth 1.200.000, 1.300.000 zgjedhës të votojnë pro, gjë që është shumë e vështirë. Pas propozimeve në tryezat socialiste dhe opinioneve mediatike, drafti për referendumin do të kalojë për diskutim, ku pritet qëndrimi i palëve për miratimin final. Një kandidat për deputet i Partisë Demokratike në Fier, i afërt me Gazmend Bardhin, ka tentuar të krijojë një incident me ish-sekretarin e shtetit Blinken, duke tentuar të ofendojë lidhur me shpalljen e tij non grata të Sali Berishës. Por Blinken i ka përsëritur akuzat për Berishën, ndërsa audienca ka përcjell provokimin e dështuar të kolegut të afërt të Gazmend Bardhit. Shpresa nga Washingtoni nuk vjen as djathtas as majtas. Në përpjekje për të futur në kurth non gratën, Berisha ra vet brenda. Një ish kandidat për deputet i Partisë Demokratike në Fier, Fation Semanjaku, i cili la Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas 13 vitesh për të bërë Shqipërinë madhështore, krah Bardhit dhe Berishës, i bëri disa pyetje në formë akuze ish sekretarit amerikan të shtetit, Antony Blinken, për non gratën e kryetarit Partisë Demokratike. My question is, you have shown support. Pyetja ime është, ju e keni mbështetur këtë sundimtar në 2 raste. Së pari, kur sankcionuat rivalin tuaj, figurën historike të së djathës zotin Berisha, dhe së dyti, kur e quajtët atë lider të shquar. Pyetjet e kandidatit që pretendoi se inspiron të bëhet kryeministër i Shqipërisë, kur në zgjedhjet e 11 majit mori vetëm 1300 vota, shkaktuan gaz të qeshurash
në sallën e Harvard Kennedy School. Por Blinken u mjaftua me një përgjigje të thatë dhe të prerë. But I stand fully behind the sanctions against Berisha. Unë qëndroj plotësisht pas sanksioneve të vendosura ndaj zotit Berisha. Nuk kam asnjë hezitim apo dyshim për këtë vendim as pak. Kjo nuk flet për mangësitë e administratës, por flet për mangësitë e Berishës dhe unë do të vazhdoj të qëndroj pas kësaj. Është thjesht një ndryshim gjykimi. Mr. Berisha, and I'll stand behind that. Difference in judgment. Pra Blinken sqaroi kandidatën e bardhit se, non grata ndaj kryetarit Partisë Demokratike, nuk ishte problem i administratës së shkuar amerikane, por problem i vetë Berishës. Një arsye kjo, sepse non grata vijon të qëndroj edhe sot me administratën Trump prej më shumë se një viti. Demokrati Semanjaku me sa duket nuk e ka kuptuar qartë përgjigjen. Ndaj dhe televizioni i familjes Berisha, Syri Televizion, nxitoi ta bëj lajm. Por pasi kuptoi përgjigjen, me të njëjtën urgjencë, Syri TV fshiu lajmin. Në kërkim të një goli, ish kandidati i bardhit bëri një autogol ndaj Berishës. Partia Demokratike nuk pyet dot Rubion për non gratën. Departamentin Amerikan të Shtetit e ka pyetur media më e afërt ndaj Trump, Fox News, para zgjedhjeve për non gratën dhe doli se nuk kishte ndryshuar asgjë dhe duket se për non gratën Berishës nuk i bën punë as kandidati i bardhit dhe as 6 milion dollarët për kompaninë e kontraktuar në Washington. Konflikti në lindjen e mesme përbën rrezik për ecurinë ekonomike në Shqipëri. Qeveria po monitoron çmimet në tregje kryesisht për karburantet dhe ushqimet. Ministra e Ekonomisë Delina Ibrahimaj tha se nuk do të lejohen abuzimet, ndërsa Bordi i Transparencës ndërhyri për çmimin e naftës pasi nuk u reflektuan lëvizjet në bursë. Ministra e Ekonomisë paralajmëroi dhe mundësinë e mbështetjes për kategoritë në nevojë. Ekonomia shqiptare ka të gjitha kapacitetet për të përballuar goditjet nga lufta. Ministria e Ekonomisë Delina Ibrahimaj tha se rezerva valutore është rritur me 16.7% duke garantuar eksportet për të cilat ka nevojë vendi, edhe nëse konflikti vijon, ndërkohë që paralajmëroi se po kontrollojnë me bazë ditore çmimet e produkteve të shportës për të shmangur abuzimet. Me të rezervës tonë valutore mbulojmë rreth 7.3 muaj të tregtisë, të cilat i cili është një tregues i rëndësishëm për të theksuar dhe për të analizuar, sidomos në kontekstin ku ne sot ndodhemi, në kontekstin e fillimit të një krize të çmimeve. Fakti që ne kemi rezervë valutore që mund të përballojmë 7.3 muaj importesh, do të thotë që i kemi të gjitha kapacitetet për të përballuar me rezistencë të gjithë goditjet që mund të na vinë nga jashtë. Bordi i Transparencës po monitoron tregun e karburanteve, ndërsa do të jetë në funksion deri në stabilizimin e situatës. Po ashtu ministria tha se tashmë në vëmendje është edhe tregu i plerave kimik për bujqësinë. Problemi kryesor është që në një situatë kur çmimet po rriten në mënyrë të vazhdueshme, ne të jemi transparent mbi çmimin dhe të mos lejojmë asnjë abuzim apo spekulim mbi çmimin për konsumatorët. Të njëjtin mbikëqyrje dhe të njëjtën vëmendje jemi duke e bërë dhe për çmimet e shportës së ushqimeve, të cilat kanë pasur disa luhatje gjatë ditëve të fundit dhe për këtë arsye ne jo vetëm kemi nisur monitorimin ditor të tyre në bashkëpunim me Institutin e Statistikave. Për pensionistët dhe shtresat në nevojë, paralajmëroi se nëse do të ketë rritje të mëtejshme të çmimeve,
do të ofrohet edhe një paketë mbështetëse. Kryesisht për pensionistët dhe për shtresat në nevojë. Kjo është një eksperiencë që ne kemi pasur dhe më parë në përballimin e krizës së vitit 2022, por edhe të krizës pandemisë dhe dua t'ju garantoj se qoftë situata e shëndetit ekonomik që sapo paraqita që është stabil, por qoftë situata të ardhurave të familjeve shqiptare apo të bizneseve shqiptare është në vëmendjen tonë të përditshme. Gjatë vitit të kaluar, ekonomia shqiptare regjistroi një rritje me 3.8%, e cila konsiderohet optimiste krahasuar kjo edhe me vendet e rajonit. Shtrenjtimi i naftës për shkak të krizës globale mund të rrisë çmimet e perimeve dhe të frutave. Fermerët thonë se po vjen në vështirësi për shkak të rritjes së kostove, që nga punimi i tokës, plehurat kimik dhe proceset e tjera në bujqësi. Në Lezhë, fermerët paralajmërojnë reduktim të sipërfaqeve të mbjella dhe rritje të çmimit të produkteve. Rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës po jep efektet e saj zinxhir në sektorin e bujqësisë, duke rënduar kostot e prodhimit për fermerët në qarkun e Lezhës. Në prag të sezonit të mbjelljeve pranverore, shumë prej tyre po përballen me vështirësi serioze për të përballuar shpenzimet bazë që nga punimi i tokës e deri tek sigurimi i inputeve bujqësore. Në këtë realitet të ri ekonomik, shtrenjtimi i karburantit ka ndikuar drejt për drejt në çdo hallk të procesit, nga lëvrimi i tokës, transporti deri te ujitja dhe mekanizimi. Çdo ndërhyrje tashmë kushton më shumë. Naftën e mora 2.140 lek. Mund të shifni edhe në tabelë si është atje, sa që pik leverdijet me dalë kush nuk ka. Që se në rrët shmimet barbordë, statosferë, po s'ka kush të katë. Unë asun për vedi në tokë teme s'kam leverdi me i punu. Marë plehna e të gjitha. Të hektarë si mjellon, shmimi i nafsa rrët, shmimet e pleneve kimike në rrët, edhe na ka qëjpë, s'kur dje puna me bua problemin na, bjetë shmimi. Fermerët paralajmërojnë se kjo situatë reflektohet drejt për drejt dhe të konsumatori, pasi rritja e kostove pritet të sjellë rritje të çmimeve të produkteve bujqësore në treg. Si pasojë mbrapa do të shtohet edhe çmimi i punimeve të tokës. Fshatari e panët punën e fundit kretë. Këtë të thotë se dhe çmimet e prodhimeve mbrapa do rriten? Po tjetër. Sigur rritën në treg, rritën edhe këto. Posët e plugimit kanë shku me fjallë ka kënë 17, si mas zetorit, zetori me dikor, pësa ka punu me 18, me 3 vesh ka punu me 17, a ke për asysh tash barabarth 2.140 lek. Ma shtrejnë se një gjdo vend. Dhe sa keni shku çmimin tash? Tash ka shku 20.000 lek. Përballë kësaj krize, shumë fermerë në Lezhë shprehen se janë të detyruar të marrin masa drastike duke reduktuar sipërfaqet e mbjella. Sipas tyre, vazhdimi i punës me këto kosto nuk është më ekonomikisht i leverdisshëm, ndërsa kërkojnë ndërhyrje dhe mbështetje konkrete nga institucionet. Marrëdhënie tregtare midis Shqipërisë dhe Kosovës kanë pësuar një rritje të ndjeshme. Vetëm në 2 muajt e parë të këtij viti, eksportet nga Shqipëria kanë arritur në 6.3 miliard lek. Po ashtu edhe importet janë rritur në fillim të këtij viti. Në forumin e biznesit Shqipëri-Kosovë u theksua se 2 vendet duhet të shtojnë më tej bashkëpunimin ekonomik. Kosova rënditet e para edhe për sa i përket investimeve në Shqipëri. Shqipëria dhe Kosova kanë shtuar bashkëpunimin ekonomik gjatë viteve të fundit. Të dhënat e Instat tregojnë se eksportet vetëm në 2 muaj janë rritur me 1 miliard lek krahasuar me fillimin e vitit 2025, duke shkuar në 6.3 miliard. Po ashtu rritje ka pasur edhe niveli i mallrave që ne blejmë nga Kosova, duke arritur në 1.8 miliard lek. Por pavarësisht kësaj, në forumin e biznesit Shqipëri-Kosovë u theksua se ka ende hapësirë ku vendet mund të shtojnë marrëdhëniet ekonomike. Çdo vit shohim një rritje të ndjeshme të shkëmbimeve tregtare, po edhe të shërbimeve. Dhe kjo nuk ka ndodhur rastësisht. Ka ardhur sepse bizneset tona kanë filluar ta shohin njëri tjetrin jo më si një të panjohur, por si një partner i besueshëm dhe i rëndësishëm. Por na duhet të pranojmë, sa është kjo mjaftueshme, them që ende ka hapësirë. Ne kemi potencial për shumë më tepër. Dhe ky potencial nuk është vetëm fjala për diçka që ndodh para syve tonë, por edhe për atë që nuk po e shfrytëzojmë.
Drejtoresha e Agjencisë së Investimeve tha se Shqipëria dhe Kosova duhet të jenë bashkë për të përballuar konkurrencën dhe sfidat globale. Ju keni qenë gjithmonë në 5 vendet më dominante, por dëshira e madhe dhe vullneti nuk na lë që të mos rreshtim këtu, po të vazhdojmë edhe të intensifikojmë sinergjitë midis bizneseve tona. Dhe në këtë kontekst, roli i AID-s është shumë kryesor dhe patjetër na duhet mbështetja e ODës dhe na duhet që të gjithë bëhemi bashkë, që si të kemi sa më shumë projekte të përbashkëta. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë tha ndërkohë se po punohet për të ulur më tej burokracitë për bizneset midis dy vendeve. Absolutisht përpjekjet janë shumë pozitive për të shmangur çdo burokraci dhe çdo element tjetër dhe në bazë të gjithë rregullave dhe ligjeve, domethënë ata të investojnë dhe të investojnë fuqishëm në Shqipëri. Kosova është gjithashtu investitori më i madh rajonal në Shqipëri. Sipas të dhënave zyrtare, Kosova mban vendin e parë dhe në nivelin e investimeve të realizuara në vendin tonë për periudhën janar-shtator 2025. Kosova pozicionohet e para për sa i përket investimeve, duke arritur vlerën 153 milion euro. Investimet nga Kosova në Shqipëri janë të fokusuara kryesisht në shërbime dhe tregti, por po zgjerojnë gjithashtu edhe në pasuri të paluajtshme, në ndërtim dhe në industrinë përpunuese. Dramat në familje ndikojnë në shëndetin mendor të fëmijëve, duke i çuar ata në disa raste edhe drejt akteve vetvrasëse. I tillë është dhe rasti i një familje në Korçë, ku dje njëra nga vajzat e mitura u kap në kohë në tentativën e saj për t'i dhënë fund jetës, një ngjarje e përsëritur disa muaj më parë nga motra e saj. Ekspertët apelojnë për nevojën e mbështetjes për familjet dhe fëmijët që manifestojnë madje në mënyrë të përsëritur të tilla probleme. Tentativa për të disatën herë për t'i dhënë fund jetës nga 2 motra të mitura ngresh shqetësimin serioz për gjendjen e tyre psikoemocionale. Në Korçë mitura tentoi të hidhej nga balkoni i banesës ku jeton, ndërsa dhe motra e saj e madhe ndërmori të njëjtin akt pak muaj më parë. Prej disa muajsh, 4 fëmijët e kësaj familje janë në ndjekje nga qendra e shëndetit mendor në Korçë. Pas tentativës së parë, ata u trajtuan dhe në spitalin psikiatrik të fëmijëve në Tiranë, ku qëndruan për disa javë në kujdesin e specialistëve. Megjithatë, pavarësisht ndërhyrjeve mjekësore e mbështetjes psikologjike, situata mbetet kritike. Sipas mjekëve, përsëritja e tentativave tregon për një gjendje të rënduar dhe kërkon hospitalizim më të gjatë dhe trajtim të specializuar. Është në fakt rasti përsëritur dhe kjo është edhe më e rëndë se sa vetë akti që patjetër është fatal. Vetvrasja është shenja alarmante kur ne kuptojmë se si ecën një shoqëri. Institucionet janë në krizë, filluar nga institucioni familjes, i cili është më i rëndësishmi, është edhe më jetiku. Të gjithë institucionet e tjerë shkojnë zinxhir mbas institucionit familjes. Në rastin kur kemi të njëjtin fenomen nga 2 persona, do të thotë që në atë familje diçka nuk funksionon dhe është në krizë të thellë. Sipas ekspertëve të shëndetit mendor, vëmendja duhet të përqendrohet te kushtet sociale dhe ekonomike të familjes, marrëdhëniet mes prindërve dhe gjendja emocionale e nënës, e cila në këtë rast përballet dhe me mungesën e bashkëshortit pasi ndodhet në burg. Patjetër që punonjësit e shërbimit social pranë bashkisë Korçë duhet ishin paraqitur në rastin konkret në këtë familje për të matur gjendjen e para psikologjike të nënës, për të parë si është marrëdhënia e nënës me babain, situata. Në media dëgjova që babai ishte në izolim pranë burg dhe kjo e rëndon edhe më shumë situatën, sepse edhe nëna mund të jetë në një gjendje jo të mirë financiare, por edhe psikologjike. Dhe e dyta duhet parë dhe duhet të kontrollojë dhe të matej edhe gjendja psikoemocionale e fëmijëve. Pra, prej rastit të parë shenja është dhënë, aty duhet kishte një matje të gjendjes psikoemocionale, por edhe financiare të familjes. Ekspertët paralajmërojnë se mungesa e mbështetjes, problemet familjare dhe fenomene si bullizmi rëndojnë më tej gjendjen e fëmijëve. Rasti në Korçë rikthen në vëmendje nevojën për një reagim më të shpejtë të koordinuar të institucioneve për të parandaluar tragjedi të tilla. Një telefonat, një fjalë e koduar dhe mijëra euro fluturojnë për t'u shfaqur diku tjetër. Pa banka, pa dokumente dhe pa gjurmë. Nga Zvicra në Shqipëri. Një rjet i fshehtë transferon para që nuk duhet të ekzistojnë. Hetimet zbulojnë një mekanizëm që i shpëton ligjit dhe ushqen krimin. Një sistem paralel që funksionon mbi heshtjen dhe mbi besimin. Hawala. Si raspak, në gjurmët e grupit kriminal të Ervis Ferizajt dhe çfarë zbuloi hetimi i përbashkët me Zvicrën. Nga Agjencia e Udhëtimeve në Luzen tek Exchange në Tiranë. Kodi
i heshtjes. Si pastrohen milionat. Të dielën në Gjërat tona, në orën 20, në ABC News. Rreshtet e dëborës rikthehen në disa zona të vendit duke sjellë dimri në mes të pranverës. Zonat malore nga veriu në juglindje janë përfshirë nga temperaturat të ulta dhe shtresa dëbore. Bora ka shkaktuar vështirësi në qarkullim dhe probleme me energjinë elektrike në disa zona rurale. Temperaturat e ulta kanë rikthyer rreshtet e dëborës në disa zona të vendit, kryesisht në lartësitë malore, duke sjellë një panoramë dimrore në mes të pranverës. Në qarkun e Tiranës dhe Elbasanit, dëbora ka përfshirë zonën e Malit të Dajtit, Gjinarit dhe Furstudës, ndërsa në malsinë e Krujës dhe parkun e Qafshtamës, shtresa e saj ka arritur deri në 20 cm. Situatë më e vështirë paraqitet në Llogara, ku rreshtet intensive vështirësuan qarkullimin. Autoritetet rekomanduan përdorimin e zinxhirëve ose kalimin përmes tunelit, ndërsa në terren ndodhet dhe policia për monitorimin e situatës. Në veriun e vendit në akset rrugore Dedaj-Bog, Dedaj-Razëm dhe Bog-Theth, rreshtet kanë qenë të dendura sidomos gjatë natës, ndërsa në qafthor trashësia e borës i ka kaluar 40 cm. Në qarkun e Dibrës, veçanërisht në Bulqiz dhe fshatrat përreth, dëbora mbuloi zonat mbi 300 metra lartësi, duke vështirësuar lëvizje në rrugët rurale. Ndërkohë në juglindje, rreshtet kanë përfshirë zonat malore të Pogradecit, si edhe akset Qaf-Ploç dhe Qaf-Than, ku përgjatë natës është regjistruar trashësi e konsiderueshme dëbore. Aktualisht për shkak të temperaturave pranverore, ajo ka nisur të shkrijë duke mbetur prezente kryesisht në lartësi. Dëboru ka rënë gjithashtu në zona turistike të Dardhës, Voskopojës, Bobështicës, Leskoviku dhe Ersekës, ndërsa të gjitha akset rrugore janë të kalueshme, por me nevojë për kujdes të shtuar nga shoferët. Rreshtet kanë shkaktuar dhe probleme me furnizimin me energji elektrike në disa zona rurale të juglindjes për shkak të defekteve në rrjet. Përveç vështirësive në qarkullim, situata ka krijuar shqetësime edhe për fermerët, pasi shumë kultura bujqësore dhe pemë frutore ndodhen në fazën e lulëzimit. Ekspertët paralajmërojnë për dëme të mundshme nga temperaturat nën zero. Kemi përritur në fund të News Hour. Për të rejet më të fundit, unë juftoj që të klikoni në website-in ton abcnews.al. Aty do të gjeni ngjarje të detajuara nga vendi, rajoni dhe bota. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë miropafsh.